Faleminderit gjithëve për durimin. Po fillojmë, po e hapim zyrtarisht seancën e tretë të rregullt të Kuvendit Komunal të Fushë-Kosovës. Besoj që të gjithë keni pranuar materialet dhe rekomandimet edhe të dalë edhe nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Pa humbur shumë kohë, unë po filloj të lexoj pikat e rendit të ditës, të cilat do t'i paraqesim sot këtu në punimet tona në Kuvend. Pika e parë e rendit të ditës është betimi i anëtarit të ri të Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës. Pastaj është aprovimi i ekstraktit të proces verbalit nga mbledhja e Kuvendit të Komunës së Fushë-Kosovës me datë 18 shkurt 2026. Pyetje dhe përgjigje parlamentare, propozim për emërimin e Komisionit Komunal të Aksionarëve për ndërmarrjen publike lokale Fushë-Kosova. Pastaj propozim për saktimin e lokacionit për objektin e ndërmarrjes publike Fushë-Kosova në fshatin Miradije Epërme. Miradije Poshtme. Propozim për lejimin e mjeteve financiare për ndërtimin e objektit për funksionimin e ndërmarrjes lokale Fushë-Kosova. Propozim për shqyrtimin e bashkëpunimit operacional për ndërmarrjen publike lokale Fushë-Kosova dhe shërbime tjera me UNDP-n. Pika 7 është propozimi për ridestinimin e lokacionit për ndërtimin e qerdhës së fëmijëve në Fushë-Kosovë, është tërheq nga ekzekutivi, ka ardhur si rekomandim i komitetit. Pastaj propozim për ndërrimin e destinimit të objektit shëndetësor në fshatin Grabaci Poshtëm. Propozim për lirimin nga pagesa e kompenzimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në jo bujqësore për projektet publike komunale. Propozim për saktimin e anëtarëve të Komisionit Komunal për emërimin e rrugëve. Ju lutem ta shikoni edhe rekomandimin nga KPF-ja, për shkak që shtohet vetëm për shkak që teknikën nuk e kanë fut emrin e kryesuesit, as vetëm shtohet emri i kryesuesit, pastaj emra të tjerë që duhet të propozohen nga subjekte të tjera vazhdojnë sipas propozimeve të subjekteve. Pastaj është propozim për shqyrtimin e raportit të Komisionit Komunal për veshrimet e muajit janar 2026. Raporti i punës së Kuvendit Komunës në vitin 2025. Rishqyrtimi i vendimit numër 17 për shfrytëzimin e zyrës sektoriale për stacionin e policisë së Fushë-Kosovës. Propozimi për saktimin e anëtarëve të Kuvendit Komunës së Fushë-Kosovës për projekte rregullore komunale. Edhe këtu do të shikoni rekomandimet e komitetit që kanë ardhur, sepse i kemi shtu anëtarët e subjekteve, për shkak që me pas një gjithë përfshirje të gjitha subjekteve politike që Kuvendi me qenë i angazhuar në të gjitha rregulloret. Pastaj është shqyrtimi i parë i projekt planit lokal të veprimit për barazi gjenore për vitin 2026. Pastaj është propozimi nga ka ardhur edhe si rekomandim nga Komiteti për Politikë e Financave. Është kërkesë për miratimin dhe zgjerimin e projektit të instalimit të pumpave termike në institucionet edukative arsimore në komunën e Fushë-Kosovës. Edhe tjetra është tre përfaqësuesit nga Kuvendi ynë në asociacionin e komunave të Kosovës, edhe tek të ndryshmet. Pastaj e kemi edhe një propozim për ndërrimin e anëtarit të Kuvendit, por pa u bë betimi i anëtarit të ri, nuk mundemi me procesu me këtë pikë, por tek të ndryshmet do ta kemi edhe një pikë shtesë. Atëherë, pe hapim diskutimin për të gjitha këto pika të rendit të ditës dhe rekomandimet që kanë ardhur nga komiteti. Prej datës 4 dhjetor, kur zyrtarisht e kemi marrë mandatin e ri dhe qeverisja e re nga kryetari Valem Prebreza dhe nga Kuvend Komunal ka filluar në komunën e Fushë-Kosovës, asnjëherë në asnjë moment të vetëm askush nuk ka thonë që dikon ka mu anullu një shkollë. Unë pe falenderoj kolegun tonë Rahimin që tha mos me përdor as shkollën, as ndërmarrjen, as për politikisht. Pajtona, po kjo prej kolegu Lauratit vetëm politikisht u përdor emri shkollës ose fenomeni shkollës.
Asnjëherë nuk është anulu asnjë vendim për ndërtimin e shkollës, asnjëherë askush, unë të paktën as zyrtarisht, as jo zyrtarisht, se kam dëgjuar që dikush ka thonë që s'ka mund ndërtu shkolla, ja nuk është thonë. Devijime mundi me bo, nuk muj më nal, është drejta juja me fol, edhe menimet e juja janë t'jujat, por s'ka mu bo shkollë, ose po anulohet një shkollë, ose s'do të ndërtohet një shkollë, ose s'ka me ndërtu një shkollë, unë s'kam dëgju. Na po tentojna maksimumin me bo sa ma shumë shkolla me ndërtu. Jo mos me ndërtu. Për ndryshe, ju kërkoj si kryesuesi i kuvendit, që tani jemi të përmbajtje se pikave të rendit të ditës. Na jemi të folë për përmbajtjen dhe propozimin e pikave të rendit të ditës, ndërsa për përmbajtjen e tyre veç e veç, flasim kur t'i vjen radha. Halos kemi hinë seancë zyrtarisht. Po ju lutem të fillojmë të hymë seancë, pasaj në përse cilin pik, kemi e pasko që do në edhe në mrami e punojna, e deri sot e kryna seancën. Për mu nuk ka kur farë problemi. Laurat nuk muj me ta onë fjallën ma shumë, jo përbes, më fund, këtë në fund, kur ti marrë krejtë qëndrime, në fund të hapi fjallën. Drejtonë për juve, fjallën. Përshëndetje për gjithë, sigurisht që do t'jem mrena rendit ditës dhe pikërisht këto kisha pas një sugjerim, njërë që gjatë procesit hartimit pikave të rendit ditës, formulimit jetë adekuat, jetë i thjesht, jetë konciz, edhe të reflektoj përmbajtjen e materialit, edhe pse shpesh here, edhe pse kemi të pikat të rendit ditës, materiali është shumë i cektë. Konkretisht e pika 6 propozim për shqyrtimin e bashkëpunimit operacional për ndërmarrjen publike lokale Fushë Kosovë dhe shërbime tjera në NDP. Ju e dini që marrëveshjet në kuvend vinë të shkruara, diskutohen, analizohen edhe në fund miratuhen dhe në faktu në këtu nuk po mund me kuptu kush me kënë ka me bashkëpunu. A ka me bashkëpunu do të komuna me NDP, ose nëse është mendu që të ketë një lloj bashkëpunimi operacional, po edhe kësaj operacional të ndërmarrjes me NDP, kjo është absolut në kundërshtim me vetë themelimin e ndërmarrjes publike, sepse atje statusi ndërmarrjes është shoqëri aksionare. Nëse ka bashkëpunim operacional, ka lënë në nivel tjetër që është niveli korporativ, edhe aq më larg nëse merr pjesë në vendimmarrje ose në aspektin e menaxhimit mundet më konsideruar si publiko-privat. Edhe këtë materiali na mungon, do të thotë formulimi i bashkëpunimit dhe kush me ke bashkëpunon. Prandaj këtë formulim është mirë me riformulu në mënyrë që me orientu na si kuvend debatin përse përket pikës të rendit ditës. Po edhe te pika 7, mirë që është jek, na tash e kuptuam, po megjithatë duhet të votoj kuvendi për largimin e kësaj pike të rendit ditës pavarësisht rekomandimeve të komitetit dhe ka qenë formulimi i keq, sepse është folur për ridestinimin e lokacionit aty ku është menduar të ndërtohet qerdhja, por është bardh projekti. Në kuadër sona është një lloj fshehësie që pas që po flasim për një ridestinim, po flasim për përbajtje të projektit dhe që den kundërshtim me procesin e hartimit buxhetor, sepse ju e dini buxhetin në procesin e hartimit ka edhe debat publik, sigurisht ato ka pas një propozim edhe një proces të aprovimit, prandaj mirë që është jek, por nëse nuk ishte jek, është dashme riformulu në mënyrë që na si asambles me orientu debatin edhe me ditë se çfarë vendimi po nxjerrim, sepse faktikisht Ministria mundet edhe me kthy këto dy pika të renditës si rezultat i një formulimi të keq. Por kjo është një sugjerim për këtë seancë, por edhe për në tarmen, pra përmbajtja e një formulimin pika të renditës të jetë analog me përmbajtjen e materialit, edhe pse po them është i cektë. Zakonisht marrëveshjet e bashkëpunimit vinë të gatshme, shqyrtohen, analizohen dhe votohen, që nuk e kemi. Ose ndoshta është mundem na sharu pak më vonë kur vinë deri këtu, në proces fillestar apo diçka tjetër. Kështu që faleminderit. Patjetër, ashtu ishte edhe rekomendimi edhe imi në fillim thash. Për secilin pikë veç e veç, për përmbajtjen e tyre flasim kur vim te pikat e rendit të ditës, ndërsa sot po flasim vetëm për pikat e rendit të ditës në tënësi kështu të propozuara. Dikush tjetër ka diçka në lidhje me pikat e rendit të ditës? Jo, Laurat, replika për ty 2 minuta, lutem përmbajë. Kryesues veç sa keq përdorë me pozitën e kryesuesit kuvendit komunal.
duke paragjyku për çfarë arsye ne propozojmë një pikë të rëndit ditës. Është e drejtë se secili anëtar të kuvendit komunal me propozu pika të rëndit ditës. Edhe të vetëvendosjes, edhe të LDK-s, edhe të PDK-s, AK-s, nismës, çdo të qoftë. E juja është me qitë në votim, kalon apo s'kalon është çështje ke tjetër. Edhe dje ka pas mungesë të ekzekutivit në Komitetin për Politikë dhe Financa dhe je keni luajtur rolin e avokatit për këto vendime. Kryesues mos e merr borën çka nuk takon, edhe mos je paragjykime. Lutem mos ma përshkruaj detyrat e mia. Ti fol veç për veten. Ti ma përshkruaj. Detyrat e mia mos i përshkruaj se nëse ka nevojë përshkruaj në vetë, se jena para publikut këtu, jena zyrtarisht para publikut dhe publiku e shohin, domethënë shumë drejt për drejt kush çka përfaqëson edhe kush çka mbron. Edhe ne po them, mos na qet në pozita pa lakmueshme duke dhënë konstatime për neve pse japim pika të rëndit ditës. Mujna me dhënë pika të tjera propozim, kalojnë apo s'kalojnë është çështje tjetër. Faleminderit që u përmbajtë kohës, nuk thash, nuk mundesh me dhon propozime për pika të reja të rëndit ditës, mundesh me dhon sot dush, por tash më duhet patjetër me ta rikujtu edhe një gjë tjetër. Po kjo le të shërbenin edhe për seanca tjera, edhe për rastet e tjera. Që kur dikush jep propozim për pikë të rëndit të ditës të re, duhet të ofrojë një material. Nëse ti don me ofru material, nëse ti e bjen një material këtu para neve, edhe thu konkretisht unë po flas për çit propozim për pikë të rëndit të ditës, atëherë edhe ju kështu marrë seriozisht. Po s'keni ofru kur gjë. Ti po kërkon me votu diçka që s'ke ofru kur gjë. E nëse po kërkon jo, nuk është as hapja procedurë, as propozim për pikë të rëndit të ditës, nëse se bjen asnjë rresht të propozimit tën. Ç'a më bëhet tash na? Qysh, ti po thotë diçka me votu najr. Ky kuvend është pak më serioz. Edhe najr nuk votojmë. Najr nuk votojmë. Kur bini material, flasëm, nuk ka problemi, diskutojnë ana jena këtu për mi shërtu materialet. Atëherë, a ka dikush tjetër, diçka? Po kosovar. Përshëndetje për gjithë kolegë asamblesë. Deshta më ndërlidh të LDK, atë shefi grupit, deshta me pyet ku ka qenë kën periudhën kur është mendu impjantin atë zonë, edhe pse po bën bluff politik, konsum politik sa për kamerën për zonën e Lismirit. Ku ka qenë kur ka qenë asamblesë që 3 mandate edhe në atë zonë është parashikuar një impjant. Mas ti 2 asoj kisë së shumë e rëndësishme, a 4, së shumë e rëndësishme, ma keq. Po besoj, falë Kosovër, asnjë herë nuk të pengoj derisa foli ti. Po të lutem respektoj kallëzoj kulturën e komunikimit në sallën e kuvendit. Ani se mund të mos më ditë tek e fundit, po nuk ka lidhje, po të paktën respektoj ka po fol. Së shumë e rëndësishme so vite ke qenë ti, po ke qenë rrjedha. Edhe ke di që në atë zonë është menu një impjant. Mi që atë impjant është planifikuar në shkollë, në të cilën të edhin që është hipokrizi nëse 2 projekte i qëmë në lokacion të njëjtë. Aty është propozua anulimi lokacionit sepse ka qenë 2 lokacione 1 me 1. Qysh mund me funksionu impjanti dhe shkolla me një vend? Ose se keni pas seriozisht kur e keni menu impjantin, ose se keni pas seriozisht kur e keni menu shkollën me impjant. Që të nuk ka sinceritet për minimin tem, po bën një konsum politik para kamerës, mi kallëzu banorëve të zonës atje kënë se unë u përkujdesa për të drejtat e juja, në të kundërtën ka ndodhur 2 mandate të kalume. Ish dashur me kohë me adresu, sa keni pas pushtetin, me ndalu si projekt dhe me menu për shkollën. Ju sot, sa për konsum politik, me tentu me bëgë goditje politike nga opozita. Ka sporta. Mirë shumë, Kosovar. Mirë, atëherë me qenë se pëlloriti që diskutimet përfunduan, me përqesim në votim propozimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, me qenë se zyrtarisht duhet ta qesim në votim, kush është për propozimin e tyre? Numëroni lutem votat me kujdes. 12. Kundër? S'ka. Abstenim? 14.
konstatojmë që ky propozim i Lidhjes Demokratike nuk ka lënë. Atëherë, kush është për pikat e rendit të ditës të cilat i lexuan në tërësi me rekomandimet e Komitetit për Politikë dhe ato pika që qysh i lexova, domthonë kush është jo, po shkojna kështu direkt. Tërheqja pikës së 7 dhe pikat e tjera të cilat kanë ardhur si rekomandim i Komitetit për Politikë e Financa për fshirje dhe betimin e anëtarit të ri të kuvendit. Do të thotë, edhe një herë, pika 7 do të votohet për tërheqjen e pikës së 7 e rendit të ditës dhe pika tjera të ardhura si rekomandim i Komitetit për Politikë e Financa të cilat i lexova para jush. Kush është për? Nëstënja. A ka vot kundër? A ka abstenime? S'ka, konstatojmë që miratohet rendi i ditës. Që t'i përmbaheni pikës e rendit e ditës. Pyetje dhe përgjigje parlamentare. Faleminderit për mirë kuptimin. Faleminderit kryesues. Faleminderit koleg për drejtorin e edhe të arsimit edhe të inspektimit që të parkinge kur kanë mu liru të shkolla që fëmija nuk kanë ka levizin. E këm vojzën këtone, po dhe që sa herë jem të ataku me të njëjtin problem. Të drejtori arsimi me 28/2025 konkursi i mësimdhënësve nuk i një asnjë kush janë. E kanë kry testin edhe janë pranu qash që u pëzëllu pjesë atyne. Me qëfar drejtë e anulleni këto tashtë. Me të 28 për para shkullor, para fillor, po. Nuk e di që ka bëni me këta tash, këta mësimdhënës sa jenë të prit, me qëfar vendimi e anulleni, kur i kanë kry procedurat krejt. Edhe po kena tani munges mësimdhënësve. Të drejtori inspektimit, durimin, faleminderit për punën që jetu e bon qytet, pse i na opozit dina dhe me livdu, që kjo shpia që të ndërtu ose objekt, ofer shpis kryetorit, a ko leje për dërtim, edhe a është hapsina për trotuarit të largun e shpia së është, unë e di që është një pjesë që duhet mu tërhek prej rrugës ku kalojnë. Për kryetorin nuk po bëj pyetje, se nuk është këtu, edhe nuk po na kthen email asnjëherë. Për drejtorin e shërbimeve publike, kur dëni me vepru me trotuarët në për fshotra edhe në për qytet, a e keni ndaj plan për me rregullu ajo, edhe të çështja ujit pse banorët nuk kanë ujë. Kryeministri i Kosovës e ka pasmush një gotë, po më duket i kish pas marrë për shtëpisë, se s'kish pas shit atë ujë. Pse nuk ka ujë tashtë. Qytetarët kërkojnë pse nuk ka ujë. Faleminderit shumë. Ditës edhe kemi përcaktu antartë ku është rregulloria për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale. E kemi sot. Kështu që nëse subjekti ju propozon përmes antarit këtij grupi, atëherë mund shme dhon kontributin edhe të në këtë grup. I dalimi. Faleminderit i nderuar kryesuesi i kuvendit. Pyetja është për kryesuesin e kuvendit, kur do të jenë funksional mikrofonat? Se normalisht nuk do të ishte çuna kështu mu çuna këtu në foltore me bu pyetje përgjigje, i kishim diskutuar shumë herë edhe prej vendit, jo çdo herë me u detyru me dalë në foltore. Pyetja është konkrete, kur do të jenë funksional mikrofonat në sallën e kuvendit? Edhe zërimi të jep pak më mirë sepse ne ka fundi s'po ndëgjojmë për shkak të diskutimeve që ndodhen në fund të sallës. Pyetja tjetër është, a keni mendu ndaj plan ose ndaj strategji për largimin e qendve endacak, të cilët janë rrezik permanent për qytetarët e komunës Fushë Kosovës? Po ashtu drejtori Doreme përgëzoi për punët e mira që i ka bën terren,
po kam edhe një pyetje konkrete, cilën do ta shtroj tash. Kur kam e marrë aksionin për me e liru hapësirën tek stadionit, domethënë përballë qytetit, janë disa lokale aty që zhvillojnë edhe dukuri negative, kështu që po shpresoj që aksionin ta ndërmarr sa më shpejt edhe në atë pjesë të Fushë Kosovës. Po ashtu edhe për drejtorin, drejtorat në fund, i njoftoj që na në këtu nuk jemi rastisht sallën e kuvendit, që vim një herë në muj. Është një proces i zgjedhjeve të cilën e kena kalu. Zgjedhjet e ashme mas 4 vite, hin matu edhe vjen atë një herë në muj si na këtu. Faleminderit shumë Aida, atëherë mikrofonet do të jenë funksional për bëhet renovimi i sallës, që i kena nisë disa procedura fillestare. Me qenë se s'u dëgjohet ta përsëriti seancën tjetër, përndryshe të dashur dhe shumë të respektuar drejtar dhe mysafirët e tjerë në fund, kërkesa e kolegës tonë Aidës është shumë e vend, është e qëndrueshme, mundësisht ju lutem që të mbajmë pak qetësi, sepse jemi në kuvend. Mundësisht, nëse ka tema për të diskutimit, diçka të nevojshme dhe urgjente, atëherë do të bëhen, por kërkesa e kolegës tonë është me vend. Do të bëhet pak më shumë qetësi, e ne do të kujdesemi që zërimi të jetë më i mirë. Faleminderit. Atëherë pas Aidës, Ali Topolli. Kam e konë maj shkurt të 5 minuta, përshëndetje për gjithë. Sa dush. Kam 3 pyetje. E para, një pyetje direkt për juve kryesus. A do të kemi përgjigje, sepse je konë vazhdimisht në mandatet e tua, ai që ke kërku përgjigje prej çdo herë në pjesën e pyetjeve dhe përgjigje parlamentare, a do të kemi përgjigje në pyetjet e këshilltarëve komunal të Fushë Kosovës, na herë prej kryetarit, nën kryetarit kryesus apo prej drejtorat. Drejtorat megjithatë janë në fund të na dhanë. Pyetja e dytë. Kam 3 pyetje. Të shkurta në krejt. Pyetja e dytë. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s pak më herët ngriti një shqetësim, me cilën nuk e di ndoshta shumica nga ju janë të informuar, po edhe unë u informova personalisht. Do të sot ka ndodhur një arrogancë e paparë me disa zyrtarë të komunës. Ata janë nga përkatësia politike, janë të lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe unë kam një pyetje. Për kryetarin e komunës, zotin Prebreza, për nën kryetarin, sepse është premtuar se do të vinë, po shihet që nuk do të jenë më në person, se s'po deri tash, s'ka lidhje, edhe për kryesuesin. Këtu jam. Me që këta zyrtar të lidhjes demokratike, sot dhunshëm janë largu prej vendeve të punës, çak edhe inventari në këto zyra, unë kam një pyetje për këta 3. Me që ta keni parasysh diçka, mandati nuk ish gjithë i përhershëm, 20 e sa vjetë e majtëm na, po që në ardhë puna më do në pozitë. Shumë e mirë, shumë e shëndeshme, shumë e këfjallë. Po ta keni parasysh se përfundojnë 4 vjetë. Edhe një 4 tjetër, edhe një 4. Ata që kanë shëndet me mëri. Kam pyetje konkrete. Për kryetarin e komunës, thash nën kryetarin kryesuesin. Këta zyrtarë, a u nxunë në flagrant diçka, apo në çfarë baze ligjore u larguan sot nga të vendet punës? Apo nëse bani korrekt më tregu mos keni marrë ndaj direktiv nga ajo kësulkuqi atje që zakonisht jep. Ka pak dozim ajo e din ku ç'është përgjigjet ajo. Ose ç'është insistant. Kisha pas shef shumë me pas një përgjigje, mbi çfarë baze sot keni bërë këtë veprim. Edhe kam një pyetje për drejtorin e urbanizmit, nuk e di a është këtu ajo. A më lejon drejtor bre kam një kërkesë pak private, po me kontaktu di kanë prej zyrtarëve të urbanizmit, a më le me hinja atë në drejtoria jo. Faleminderit nderuar koleg, me plot respektin, unë po i përmend veç 3 fjalë që ti i përdore mbrana kohës tonë për 3 minuta.
E përmani fjallën kësulkuqe, arrogancë dhe dhënshëm. Nuk, edhe kolegu jëtë ma herët e ka përmen fjallën përndjekje dhe sa e dim na, punëtor shqiptar jam përndjek vetëm në para luftës. Bini mas pak. Nëse kjo çka ju jeni të thonë është shumë e papranueshme. Shumë e papranueshme është kjo çka thoni ju, nëse doni me vullnetin më të madhin, edhe me respektin më të madhin, por me vullnetin më të madhin, ju asistoj me gjetë kuptimin e qësaj fjallës për ndjekje dhe dhunë. Pa asnjë problem. Kështu që ju kisha lutë shumë e posë shumë kujdes që jeni të përdor çfarë shprehje jeni të përdor. Sinqerisht po them. Jo s'u ndodh kur gjë, jo s'u ndodh kur gjë, absolutisht jo. Veçi ju kisha lutë mos i përdorni se tani dini shumë keq. Po tash mizë mas veshit sa është kur kanë të ecit bi punës, po adem për ndjekje dhunë, kjo ta çon mollën aty në fjalime kur flasëm për kohën e paralutës. Adem, kjo është e çuditshme. Ju më kujdesni po dini keq jo se problemi juve është. Anani, masanina e kupton edhe vet. Pas Ali Topallit zonja Vildani Latifi. Pa i fotutëm çfarë më botash. Në kohën e përndjekjes. Faleminderit kryesues. E mora fjallën për akuzat e bëra nga shefi i grupit parlamentar të LDK-s për dorëheqjen e drejtorit të administratës. Kohëve të fundit, këto 2 ditë kanë qarkulluar edhe shumë lajme të rremena për faqet që menaxhohen nga LDK-ja, dhe mund ta them që arsyeja e dorëheqjes së drejtorit është personale. S'ka të bëj asgjë me këto akuza që jeni ju të i bo. Na, shumica e dini, po edhe për juve që nuk e dini, në vitin 2020 ne kemi pas marrëveshje me LDK-n. Në momentin që nuk e kemi vazhdu bashkëpunimin me ta, kemi dalë me një komunikat për media. Kështu që, ne për momentin jemi mirë, i kemi disa çështje të mbrëmshme organizative që besoj se nuk janë punë të juve se çka bën Alianca. Faleminderit. Faleminderit shumë Vildone për bezdi emrit me ta për replikën me saj. Jo, për që po se meriton, po në rregull. Po rregullorin me po me zbatu rregullorin do të më anol fjalën më njerë, se ka kry. Pa e ka kry. Nderuame kolege, në asnjë moment nuk thash që arsyeja e dorëheqjes së drejtorit Shefqet Zogaj, për cilën kam respekt, edhe dini edhe ju që kam respekt, është kjo që lidhet me zyrtar. Jo. Jo, thash nuk po. Ja, Zoj, jo, nëse këtu jena shpletëshmitar që nuk bëna asë një akuzë në drejtorit e administratës. Thash, nuk është kryetari, nuk është nën kryetari, nuk pesho as drejtorit e administratës që kam informacione që ka dhonë ndërheqje. Ka që thash? Nuk thash që ka dhonë ndërheqje për arsye të këtij presionin ndaj zyrtarëve publik. Sa një Shefqet Zogaj nuk bën presion ndaj zyrtarëve publik. Arsyet e tina mund me qenë këtë personale, këtë profesionale në cilin e respektoj edhe mbështes. Në asnjë moment nuk thash që ai ka bërë presion. Thash nuk po kam kujt më adresu se drejtori i administratës ka dhënë ndërheqje. Kaq. Faleminderit shumë, atëherë pas Vildonës nuk kemi tjerë të paraqitur. Deri më tash vazhdojmë kështu, e kam edhe një kërkesë, ju lutem shumë. Ali Topalli tha, a do të kemi përgjigje në pyetjet e këshilltarëve komunal. Kështu ke pyetja që mund drejtu mua. Po kemi me pas, sa ka pas pyetje drejtuar kryesuesit dhe punëve të kuvendit, i ke marrë përgjigjet. Sa ke bë pyetje ta zëm kryetarit ose drejtorive të caktuar, të lutem shumë për kujdesu që ti drejtosh edhe me shkrim. Të lutem shumë. Në momentin që i drejton me shkrim, kemi marrë edhe përgjigjet me shkrim. Nëse si drejton, atëherë nuk e di qysh, se zakonisht merr përgjigje, sa të bëj pyetje.
Po me që të bojmë për bespo. Vesh nëse si dëritoni me shkrim, atëherë nuk është problemi të kthimi përgjigje, problemi të ata që i parashtrojnë pyetjet. Çto është krejt halli. Mirë dhe kjo është për mrena punës të kuvendit, po drejton, nëse të keni të kryetari, po ju siguroj që s'keni dërgu pyetje me shkrim të kryetari, se e këshim marrë i përgjigje. Qysh nuk vjen, ajo orë gjithë, që ta është për momentin nuk është, po dhe ka me orë prap. Ja, njëherë së orë. Se po arrën së sa i këna mojtë. Ja, u konë. Ke harru se u konë. Ke harru, anë s'ka lidhje se ke harru. Ke harru për bese u konë.